Edhe pretendimi I Ministrisë së Financave që tashmë ka siguruar një favor, do thënë me skemën e 1% amortizim bazuar në vitet e pronësisë, nuk qëndron, nuk është I vërtet, sepse kjo skem 1% amortizim I vlerës në varësi të viteve të pronësisë aplikohet vetëm në ato raste ku prona është masivisht amortizuar dhe ku nuk arrin as vlerën e çmimit referencës. Sot çmimet e referencave janë 20-30% larg realitetit. Që të përfitosh nga kjo skem duhet që vlera e shtëpisë që ti ke pronës e banesës të jetë të paktën 40-50% poshtë tregut. Kështu që e shikojmë si skem që është shumë pak e aplikueshme ose as pak. Dhe interesi I gjithë qytetarëve është që ta çojnë në vlerën e tregut, ashtu siç është interesi I ekzekutivit, prona të shkojnë në vlerën e tregut dhe me 5% ka pak shanse që prona të shkojnë në vlerën e tregut, por ka pak shanse krahasuar me 3%. Dhe 3% është një skemë e cila ka funksionuar në 2-3 vitet e fundit, kështu që e gjejmë të paarsyeshme pse duhet ta çojmë nga 5 dhe pse ti ngarkon qytetarët më tepër taks, aq më tepër që interesi afatgjat është që pronat të shkojnë në vlerën e tregut dhe të fillohet taksimi I pasurive paruajshme në 2007-2008, po themi, të fillojë bazuar mbi realitetin e tregut. Pra të gjithë sot janë duke kërkuar formalizimin dhe informacionin sa më të pastër të tregut dhe me 5% nuk garantohet kjo gjë.